The period that the report covers is itself significant. It captures the transition of this most demanding form of criminal adjudication from international and hybrid mechanisms to local institutions. The establishment of the Special Department under the law and courts, the transfer of a substantial caseload from EULEX, and the introduction of proceedings conducted in absentia. 17 cases have reached final judgment in that time. The report also notes that during the reporting period, the number of war crimes proceedings has increased, and that these cases presented significant practical challenges for judges, prosecutors, and defence counsel alike. Identified challenges include prolonged delays, concerns regarding the quality and individualisation of some indictments, evidentiary challenges, disclosure and translation problems, and procedural uncertainties in proceedings conducted in absentia. The monitoring data give these challenges concrete shape. 1 in 5 evidentiary hearings were delayed by the non-appearance of a witness. Nearly a quarter of the cases that reached trial were affected by changes in the composition of the trial panel, and in some instances required proceedings to begin anew. And delayed disclosure or translation of evidence disrupted almost half of the cases that proceeded to trial. These issues are not merely technical in nature, they go to the heart of due process, legal certainty, and more crucially, public confidence in the justice system. Si qeveri e Republikës së Kosovës dhe si Ministria e Drejtësisë me të marrë mandatin që në vitin 2021 ne kemi caktuar prioritetet dhe në kuadër të prioriteteve tona ka qenë gjithashtu adresimi krimeve të luftës dhe i drejtësisë tranzicionale. Pra drejtësinë tradicionale kemi vendosur në prioritetet strategjike të Ministrisë së Drejtësisë me synimin për të siguruar qasje gjithëpërfshirëse ndaj ballafaqimit me të kaluaren, llogaridhënies, dokumentimit të krimeve dhe realizimit të drejtave të viktimave. Në këtë drejtim, brenda kompetencave tona, krahas sfidave të shumta, ne tashmë kemi arritur të shënojmë rezultate konkrete të cilat natyrisht ndërlidhen me fushën e krimeve të luftës. Bashkëpunimi me mekanizmat ndërkombëtar përfshirë këtu misionin OSBE-s në Kosovë mbetet një element tjetër i rëndësishëm i këtij procesi. Ky lloj monitorimi kontribon forcimin e kulturës institucionale dhe përgjegjësisë duke rritur jo vetëm cilësinë e praktikës gjyqësore, por gjithashtu edhe besimin e publikut në sistemin e drejtësisë. Nëse e shtrojmë pyetjen se ne si shoqëri dhe shtet a kemi bërë mjaftueshëm në zbardhjen e ndjekjes së krimeve të luftës, unë me përgjegjësi them se në këtë rast nuk është bërë ajo që është dashur të bëhet. Sot kemi mira dëshmitarë që kanë ndruar jetë pa dhënë dëshmitë e tyre, kemi mira të tjerë që nuk kanë pasur rastin të dëgjohen për atë që kanë përjetuar dhe kaluar. Kemi prova anë Kosovës të arkivuar në për zyrat e këshillave për lirit e drejtat të njerëzit nga individ që janë marrë në mënyrë aktive me faktimin e krimeve të luftës, por të cilët ende nuk kanë dhënë dhe nuk janë dëgjuar. Kjo është një mundësi e paralizuar që shteti realisht nuk e ka quar dhe në fund misionin e tij. Në këtë rast nuk mund ta fajsoj prokurorinë speciale, pasi që nga marrja e kompetencës për ndjekjen e veprave penale të krimeve të luftës, kapacitetet e tyre kanë qenë të kufizuara. Atyre ju ka munguar përkraja e duhur, veçanërisht resurset njerëzore. Me numrin e prokurorëve që janë të angazhuar në ndjekjen e krimeve të luftës, dhe me stafin e mbështetës, ka qenë e pamundur që të bëhet më shumë. Mendoj se drejtësia nuk vendoset nga fjalët dhe fjalimet e bukura që i bëjmë se herë që kemi mundësi. Por drejtësia jepet në sallat e gjykata, andaj mendoj që është detyrimi gjitha institucioneve të kenë angazhim maksimal që ndjekja e veprave penale të krimeve të luftës të marrë vëmendjen e plotë. Për sistemi prokurorial, kjo kërkon që vetëm përkushtimi institucional, por edhe profesionalizëm, pavarësi, panshmëri dhe respektim të plotë të ligjit. Këtë raste kërkon një qasje të kujdesshme dhe të përgjegjshme prokuroriale. Roli i prokurorisë është të hetojë
dhe ndjek penalisht dyshimet për vepra të rënda penale. Por njëkohësisht siguroj që çdo rast i paraqitur para gjykatës të jetë i bazuar në prova, i përgatitur me saktësi dhe i paraqitur në përputhje me standardet e gjykimit të drejtë. Gjatë viteve të fundit, Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka ndërmarrë hapa të rëndësishëm në trajtimin e rasteve të krimeve të luftës. Puna në këtë fushë është intensifikuar, kapacitetet janë zhvilluar gradualisht dhe vëmendja institucionale ndaj kësaj kategorie të rasteve është rritur. Kjo është veçanërisht e rëndësishme duke pasur parasysh kompleksitetin e lëndëve, kohën e gjatë që ka kaluar nga ngjarjet e pretenduara, si dhe sfidat provuese që zakonisht shoqërojnë këtë procedurë.